Edhe pse sot se kena kohën e mirë, është të ra shika pak. Që shto kërvjen deti me parat bastorës. Shit, ditën e parë. Zakonisht pëshust kryesorjen të Kosovës, edhe një sen që është i mirë për parsio që shëngjini pe Kosovës është ljargë, shumë është 2 orë e gjysë është ljargë, Çmimet janë të përballueshme për një familje nëse dojnë marrë në deti më pushime. Unë e kështë të thonë, a dhenë se deshta me thonë, pës plan me thonë, e pe thonë vetë. Shëngjini plazhën e pastërt, 1, uji i pastërt, 2, qetësi, 3. Përshëndetje miqtë e mi, ose mirë mëngjes miqtë e mi dhe shikues të shqiptarë që këtë nga Nalindi. Tash kena me vazhdu në plazhën kryesore të Shëngjinit, mase që dje kena kryer rolin e hidhën. Tash na të fillu këtu prej portit të Shëngjinit, e kena me vazhdu deri tek plazha e Taljes, nëse nuk gaboj. Është fillimi i Shëngjinit të porti, dhe është një super vend, jo që është super vend, po është vend shumë i qetë. Uji. Me pëmkeshët me kohën. A dhe në ta manje në orë e ka njësë me roshi. Vaksuza be, vaksuza. Edhe pse sot se kena kohën e mirë, është të ra shika pak. Që shto kërvjen deti me parat bastorës. Shit, ditën e parë. Njerëz, Shëngjini ma shumë cilësohet si një vend që vinë familjar. Zakonisht pëshust kryesorjen të Kosovës, edhe një sen që është i mirë për parsio që Shëngjini pe Kosovës është ljargë, shumë është 2 orë e gjysë është ljargë, kur për mangat se këni pas që marrë në deti. Në dhe njëri 2 orë e gjysë niset pe Kosovës me kërë, ka dalë edhe mbrinë midis Shëngjinit. Shëngjini është vend familjar, ushqimet jënë të lira, çmimet janë të përballueshme për një familje nëse dojnë marrë në deti më pushime. Sa i përket natës, nata e pajtë mdje këtu të nam pe atje i thojmë kurs, delë që si në kurs të me hecë. Në shesh? Po në shesh, nata ish e mirë shtë. Këtë ish e familjar, të hecë, të bo ma bet, lojna me lujt njerës. Po, kështët nëse dëni me ditë për Shëngjinin me një fjallë, çmimet e lira, vend familjar. Ja vlen me orë. Edhe nuk e kena lërgë, 2 orë e gjysë. Prej Prishtinës. Sa ta që jenë për 5 e kam pak ma lërgë, pak tjerë i mirë, s'ti vetë letra. Në do shikus në rumë, kjo pjesa e fillimit plazhës për portit, një plazh shumë e qetë, plazh shumë e paqë, uji i pastërt, mullo se në alo, kitë njerë në alo, ata në alo në veli postit që gjithë se në alo, s'kena ku faktikisht mullo. Lën. Ka pi këto knena së ty be mu s'dojnë me mpa njerështë. Wallahi, pasha zotin. Se të shak unë edhe i heshëm, thot njeri, a din kanë qakëshyrin. Po, ka pi këto resorte knena që i kena, ka pi këto qadra. Neve zoni besoj që për në ndihet bëllë. Në thonë që kjo fillimit që të cekem, fillimit Shëngjinit, të ne kena me shku me e tregu mesin e Shëngjinit. Dhe thonë jena të shku drejt plazhës Talje, që më konë kur të plazhë Talje, po tash na kena me shku bashkë me juve. Kështë që rëni me neve. Na të hecë hala në plazhën e Shëngjinit, unë edhe Artani. Po, vallahi. Sa të përdojmë në ecë për këtë ditë më apshtë, edhe na shu pak mune, na shu kështu ka 8 gati. Para me not është mu në kar dita me thonë vallahi më qu vo në ora 8 me gjesin. Kjo që flerë dhe në 4 mazitë zakonisht. Qka s'bën deti? Nëse nuk ka bëj gati me kalu plazhën e Shëngjinit, qysh po shihet vend shumë i qetë, po ma e mirë atë mirë se që di ka sa shtora sash? Qëre? Ora është 2 minuta 9. Ora është 9:58 në mëngjes. Edhe njihen hala zëjtë të t'i cëru, do më thonë qashë qetësi edhe është vend perfekt. Pastërti po, edhe uji i pastërt po, së të 2 pikat kryesore janë. Ku ja këna njës me ecë atje për fillimit Shëngjinit, po që sot ka marrë koha me shi edhe nuk ka marrë koha me dili, tash jena thuja si në gjysë rrugës Shëngjinit.
edhe të ne vazhdojmë edhe pak na ka mbet edhe me e kry komplet shëngjinin si plazh. Jo kallxuam edhe ma herët. Shëngjini, po veç u lidha, po no, Shëngjini. po. Shëngjini është 2 orë gjys larg Kosovës. Domethënë e kena shumë gat. Çmimet janë të lira. Ushqimi është i mirë. Ka resorte të mira njëri pej tërë e cekëm Hotel Freudi. Edhe vend ma shumë i frekuentuar prej familjarëve. Kështu që kush do marrë me familje, me pas një qetësi, me ndajt rahat, në promje me dal në shesh, me shëtit edhe me lyt lojna, ja u kisha sugjeru shëngjinin. Për familje sidomos, po edhe pastërt është, edhe respekt. Privatësisë nuk është pas me një plazh ku është publike, po Po do bëja që çadrat vete të këtu se po të pse. Shumë e thjeshtë. Vend tepër i bukur. E sot nuk e kem në ndërmend mund dal përpas shëngjinit, kena me ec. Halo, deri te Sot domethënë kemi me po prezantimin prej shëngjinit, kismet deri te Gjiri i Lalzit. Se kena jetë mënole, për ma shumë rrini halo me neve, edhe që vjen shi, se çfarë plazhe ka. Që vjen shi na prapë se prapë s'ka në monol, edhe në shi kena me vazhdu, ju premtojmë. Kështu që hadini halo me neve. unë e kështë të thonë, adën se deshta me thonë, pës plan me thonë, e për thonë vetë. Adën, lanë ma se ke qëllu qëto me mu, sa i hecë bun. A i s'din monol të hecë. E nëse bjen shi, do me thonë veç e ma një qadrë për këtë në qadrave, që s'pëtë i heqë. Edhe, në të i shti familjarisht, nëse na si familje kështë në nëzën një qadrë komplet, edhe nisë në kom deri... Ku thërë, Lind? Gjiri i Lalzit. Deri të Gjiri i Lalzit atje. Lind, po të lutë ty këtu me pami one, të apë edhe njerë pamin se ku me ditë kërë është shëngjinin apë. Veç të mi që shpeshojmë të momente, Ja, mu s'mëshojnë se i vogël, i Allah. vogël. Po, Shpeshojmë këto momente është që ku është territori i plazhës të Shëngjinit, prej këtë deri këtë, na vetë se e kalum, domethënë plazhën e Shëngjinit, edhe tash vazhdojnë atë Ylberi Beach, te plazha e Ylberit. Domethënë plazha e Ylberit është një plazh me ngjyra që për rajfet. Alo se kom pas vetë, është hera bërë që jam të shku te plazha e Ylberit, po na juve për ju lojna me pamje të fundit edhe të bukra të Shëngjinit tonë të dashtën, edhe njerë për ju thojmë për herë të fundit, kushdo që do në marrë me familje, edhe me ndajt rahat, 2 orë gjys larg Kosovës, për ju thoma apet. për momentin që kena po Shëngjini. Po, Fol për momentin. po, për momentin, po thamë Shëngjini, se ka dikush kanë Velipuj, dikush në Shëngjin, tash dikush në shtakur e shef Vidan të Ylberi Beach, dikush atje deri në fund. Tana pe Ylberit Beach e kena plazhën Tale plazhën. U kena me vazhdu dhe kena me bo një rokëtim kogja si gjatë. Po, për plazh, Shëngjini, plazhën e pastërt, 1, uji i pastërt, 2, qetësi, 3, që ka bar beacha, që do më thonë që janë rreth plazhës, ose ka për atyne që janë taman plazh, si kjo që është në mes si ajo ati që ka qenë në fillim tek porti i Shëngjinit. Po. Do më thonë, ja vlen marrë me familje, edhe shtrejt nuk ish, Ja, dika lekin ta marrin 1 me 1, dika 95 dika, euron. po, Diku 1 me 1, diku euron e marrë 95 lek. unë s'marr vesh, po që është diçka jesh, adin, po i lojna me pamje, se na po vazhdojnë atë Ylberi Beach anena. Për banina, rëni hala me njëre.